Kryeministri në detyrë Albin Kurti sërish nuk është përgjigjur se a ka siguruar votat për krijimin e qeverisë së re. I pyetur nga gazetarët pas përurimit të pikkalimit të përbashkët kufitar Hani Elezit Blac, që u organizua nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë së Veriut, Kurti zgjodhi të mos e komentoj këtë çështje. Ai u fokusua në ceremoninë e përbashkët, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërqeveritar dhe realizimin e shpejtë të marrëveshjeve. Mbledhja e dy qeverive ka qenë nëntor, ju po e shihni sa shpejt e mbare mirë realizuam në prill. Urime të gjithë. Urime të gjithëve. Besoj që kjo mbledhje që kemi mbajtur në nëntor në Prishtinë midis dy qeverive ka qenë vendimtare me protokoll zbatimit për një realizim konkret e praktik e të shpejt. Urime të gjithë qytetarëve edhe të Republikës Kosovës edhe të Republikës Maqedonisë së Veriut. Deputetja e zgjedhur Mimoza Kusari Lila, e cila kandidoi në listën e vetëvendosjes, tha se përpjekjet për formimin e qeverisë Kurti 3 po vazhdojnë dhe pranoi se nuk i kanë votat e nevojshme për formimin e qeverisë.